Veprat e Apostujve, kapitulli 12, vargjet 1 deri në 25. Dhe në atë kohë mbreti Herod filloi të përndjek disa nga kisha, dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllain e Gjonit. Dhe duke parë se kjo i pëlqente judejve, urdhëroi të arrestohet edhe Pietri. Ishin ditët e të ndormëve. Mbasi e arrestoi, e futi në burg dhe u abesoi ruajtjen e tij 4 skuadrave me nga 4 ushtarë secila, duke menduar ta nxjerrë përpara popullit mbas Pashkës. Por ndërsa Pietrin e ruanin në burg, nga ana e kishës bënin lutje të vazhdueshme te Perëndia për të. Dhe natën, para se ta nxirrte Herodi përpara popullit, Pietri po flinte në mes 2 ushtarëve, i lidhur me 2 zinxhir, dhe rojet para portës ruanin burgun. Dhe ja, një angjëll i Zotit u duk dhe një dritë e ndriçoi qelin, dhe ai i ra Pietrit në i, e zgjoi duke thënë: "Çohu shpejt", dhe zinxhirët i ranë nga duart. Pastaj angjëlli i tha: "Ngjishu dhe lidh sandalet", dhe ai bëri kështu. Pastaj i tha: "Mbështillu me mantelin dhe ndiq më." Dhe Pietri mbasi doli e ndiqte pa e kuptuar se ç'po i ndodhte me anë të angjëllit. Ishte e vërtet, sepse ai pandehte se ishte një vegim. Dhe si kaluan dhe ndërrojën e parë dhe të dytë, arritën te dera e hekurt që të çonte në qytet, dhe ajo u hap përpara atyre vetvetiu. Dhe mbasi dolën, përshkruan një rrugë dhe papritmas angjëlli e la atë. Kur Pietri erdhi në vete, tha: "Tani me të vërtet po e di se Zoti ka dërguar angjëllin e vet dhe më liroi nga duart e Herodit, duke e bërë të kotë gjithë atë që po priste populli i judejve." Kur e kuptoi situatën, ai u nis për në shtëpinë e Marisë, nënës së Gjonit, të mbiquajtur Mark, ku shumë vëllezër ishin mbledhur dhe po luteshin. Sapo Pietri ra derës së hyrjes, një shërbëtore që quhej Rode u afrua me kujdes për të dëgjuar. Dhe kur njohu zërin e Pietrit, nga gëzimi nuk e hapi derën, por endi brenda dhe njoftoi se Pietri ndodhej para derës. Por ata i thanë: "Ti flet për qartë." Por ajo pohonte se ashtu është. Dhe ata thoshnin: "Është angjëlli i tij." Ndërkaq Pietri vazhdonte të trokiste. Ata kur e hapën e pan atë dhe u mahnitën. Por ai u bëri me shenjë me dorë të heshnin dhe u tregoi se si Zoti e kishte nxjerrë nga burgu. Pastaj tha: "Ua tregoni këto Jakobit dhe vëllezërve." Pastaj doli dhe shkoi në një vend tjetër. Kur zbardhi dita, u bë një përshtjellim i madh në mes të ushtarëve, sepse nuk dinin ç'kishte ndodhur me Pietrin. Dhe Herodi nisi ta kërkoi, por nuk e gjeti. Dhe mbasi i mori në pyetje rojet, urdhëroi që të vriten. Pastaj zbriti nga Judea në Cezare dhe atje qëndroi për pak kohë. Por Herodi ishte i zemëruar kundër Tirasve dhe Sidonasve. Por ata si u morën vesh midis tyre, u paraqitën para tij dhe, mbasi ja mbushën mendjen blastit, kamarierit të mbretit kërkuan paqe, sepse vendi i tyre furnizoi me ushqime nga vendi i mbretit. Ditën e caktuar, Herodi, i veshur me mantelin mbretëror dhe i ulur mbi fron, e mbajti një fjalim. Populli e brohoriste duke thënë: "Zë e Perëndis dhe jo e njeriut." Në atë çast një angjëll i Zotit e goditi, sepse nuk i kishte dhënë lavdi Perëndis, dhe i brejtur nga krimbat vdiq. Ndërkaq fjala e Perëndis rritej dhe përhapej, dhe Barnaba dhe Sauli, mbasi e përfunduan misionin e tyre, u kthyen nga Jeruzalemi në Antioki, duke marrë me vete Gjonin, të mbiquajtur Mark.